emrat, por mendoj që dhënje koha do ta tregoj dhe mund të shkojë si gjithë historitë e tjera të këtyre lëvizje apo të shpërthimeve dhe emocionale, të cilat në vetvete kanë edhe ato të vërtetat e tyre. Qartë, por zoti Rezi, duke rikthyer sërish tek strukturat ku edhe zoti Berisha e përmendi ditën e dieshme pra se Saliani dhe Ali Mehmeti kanë instancat ku duhen shprehur mendimet, por nga ana tjetër asnjëri prej tyre nuk i përdori dje këto instanca dhe ata zgjodhen të kenë një takim të pavarur. Dhe pyetja është se nëse instancat e partisë funksionojnë realisht, pse figurat më të votuara të Partisë Demokratike nuk i besuan atyre dhe u mblodhen jashtë këtyre strukturave? Nderuar, në rastin e lejohet bëjmë pak konspiracion, mbasi e kanë tentuar ta bëjnë një gjë të tillë dhe nuk e kanë arritur për shkak të faktit. A mund të ketë pasur një mungesë dialogu? Mund të ketë qenë edhe heshtra underground ku janë testuar, por përpjekjet kanë qenë edhe më parë dhe këto instanca që i përmenden kanë qenë, po themi, e kanë kryer misionin e tyre në kuptimin edhe shizbës që u kriju brenda PD-s, e cila gjatë periudhës së zotit Basha dhe gjithë ato të cilët ishin antar të Këshillit apo deputet grupi parlamentar, fillimisht u distancuan nga PD-ja aktuale apo zotit Berisha, ku ndodhi gjithë ajo përçarje dhe ato e provuan, që kjo nuk funksionon, ku zoti Berisha triumfoi, sepse për hir të vërtetës Partia Demokratike sot identifikohet me leadershipin e saj, me zotin Berisha dhe çdo përpjekje për ta krijuar një shizëm të re në kuptimin e asaj që tashmë u bë, janë të dështuara dhe si tillë është ndjek kjo rrugë nga këto emra të cilët dalin në flamurin e asaj që ne kemi një kartë morale për shkak të rezultatit dhe testimit të tyre në struktura në zgjedhje, por se sa e vërtetë është kjo bazuar në realitetin është për të diskutuar, sepse jashtë strukturave nuk besoj që kush mund të marrë një votbesim, pavarësisht emrave, se ndër të tjerë ka pas edhe të tjerë të cilët kanë marrë më shumë vota, por që nuk janë shfaqur sepse kanë ndjek edhe interesat dhe pragmatizmit e tyre, qoftë zoja Tabaku edhe të tjerë, dhe mendoj që edhe këto emra, të cilët janë pjesë e kësaj lëvizje, më së shumti shqetësimin dhe vëmendjen e tyre përqendruan tek ankesat ndaj brenda për brenda, qoftë në rastin e Durrësit, ku don konflikt të hyri, jo më ke vjedh, jo të kanë vjedh, dhe shkoi edhe një konflikt brenda strukturave dhe brenda sa që u adresua edhe në KQZ për numërimin e votave, ndërkohë që mendoj që nuk do të kenë fatin në kuptimin e diçkaje, në fatin në kuptimin pozitiv, në sensin e asaj që është e dëshirueshme një analizë edhe një shkundje e Partisë Demokratike në një vend apo një moment të cilit ai ndodhet ku shef vëshllëk dhe nuk inspiron dhe motivon njerëzit, strukturat, po nuk janë vetëm strukturat, po janë edhe elektorati i cili kërkohet të ngjiset rreth saj në mënyrë që të mundsohet ai rotacion. Gjë e cila Partia Demokratike në situatën si është nuk e përmbush dhe kjo lëvizje është edhe një sinjal dhe një mesazh për t'ju thënë që shkundeni, të mos shihni ratin edhe interesat personale, sepse është krijuar një bindje dhe mendim që po t'i pyetësh deputetët nominalisht, ato thonë e kemi në rregull gjërat, e kemi mirë, shumë mirë, ndërkohë që elektorati që i ka mbështetur, i ka votbesuar apo pjesa tjetër e popullsisë që kërkon një alternativë ndryshe, e shef me shumë pesimizëm dhe nuk ngjallin besim te kjo. Në këtë arsye mendoj që kjo lëvizje ka edhe të mirat, por edhe do parë edhe me një lloj racionaliteti në kuptimin e asaj që duhet një bashkërendim dhe një shkundje ndërgjegje e të gjithë, edhe leadershipit, po dhe të gjithë atyre që besojnë dhe kërkojnë një ndryshim në kuptimin nga vetja së pari dhe në pas të inspirojnë dhe të motivojnë të gjithë pjesën tjetër të strukturave, po dhe të opozitarizmit të tërësi. Zoti Rezi, nga ana tjetër mund të shohim lidhjen e një fraksioni pra të votës brenda Partisë Demokratike, pra që nuk e merr më mandatin nga kryetari, por nga qytetarët dhe që po përgatitet negocioj ose nga ana tjetër dhe të sfidoj leadershipin, sepse listat e hapura prodhuan, ashtu si e dim, politikan me legjitimitet personal dhe nga ana tjetër takimi mes tyre, edhe pse Berisha e minimizoi, po lexohet në të gjitha mediat si një organizim i një grupi ndikues brenda partisë. Mund të shihet si një gjë e tillë, nderuar, me fjalë përpjekjet nga
segmente apo grupe grupe brenda PD-s ka pasur për sa i përket legjitimitetit të fraksionit, të mendimit ndryshe, të cilit nga ana formale faktike edhe janë lejuar deri në një farë mase, por për zotin Berisha kjo nuk përbën shqetësim. Kur flasim për zotin Berisha për pjesën institucionale zyrtare të Partisë Demokratike, sepse ai ka thënë që çdo kush ka të drejtë të kandidojë edhe për këtyre kandidatëve, për këtyre emrave ku edhe zoti Berisha nuk ka lënë të kuptojë që edhe ai do jetë pjesë e garës, dhe pra aq kohë do jetë por në pjesë e fakt zoti Lezi të mos harrojmë këtu se në politik shqetësia ndonjëherë shprehet edhe për të mbuluar të gjitha ato shqetësimet reale që mund të ketë edhe brenda partisë së zoti Berisha, mund të ketë edhe ndonjë përçarje. Zoti Berisha e ka kaluar testin e provës dhe të mbijetesës vetë me sukses. Gjithë ato përjetime që ka ndodhur me të triumfoi. Kemi parasysh shizmën, ja morën grupin parlamentar, ja morën partinë edhe ju rikthye. Dhe nuk besoj që është një lider që nuk mund të mposhtet edhe nga këto zëra, pavarësisht faktit që në prognozën e tyre, secili prej tyre shef edhe të ardhmen e tij politike. Kemi parasysh zotin Saljani, i cili ndaj tij u mor ai vendim që u mor dhe ka një kufizim për sa i përket konkurimit në sensin e asaj, por në jafat për te asaj ligjor, zoti Saljani për këtë synon në mënyrë që të ketë një leadership Partisë Demokratike, po nuk e di se sa është në gjendje dhe ka korasën e duhur për ta tërheqë karrocën e madhe të leadershipit të opozitarizmit, por sot për sot Partia Demokratike bizotrohet dhe ka një fuqi të madhe në zoti Berisha me gjithë çka i përfaqëson vetvete, dhe ka strukturat, ka ato organet kryesore, Këshillin Kombëtar, ka kryesin, ka gjithë degët, dhe përpjekjet e këtyre që ta shtrin efektin e kësaj lëvizje në të gjithë, nuk besoj që nuk do të maturohen në atë sens që të përbëjnë një shqetësim. Për atë themi që zoti Berisha e shef me qetësi këtë dhe nuk jep vëmendjen e duhur. Pra aq kosa që nuk përbëjnë kërcënim dhe rrezik për të dhe për leadershipin e Partisë Demokratike. Në të kundërt, nëse do të vijë një situatë e cila do të përshkallëzohet dhe do ketë një frymë brenda për brenda e cila do të ngjallë shqetësim, atëherë kuptohet do të ndryshojë edhe strategjia e zotit Berisha, dhe mendoj që kjo është diçka në këtë sens do pa, dhe nuk mendoj që do të shkojë drejt një skenari ku do ketë fraksion apo mund të ketë edhe prej tyre të cilët nuk kanë do të ndështojnë këtë lloj nisëm, sepse kjo ka nisë e tillë që nga zoti Xhaferi, ku e proklamoi si lëvizje, dhe dihen qëndrimet e zotit Xhaferi për opozitarizmin e tyre, dhe këto dy tre emra dhe të tjerë kanë u shfaqen, por mendoj që zoti Partia Demokratike e kontrollon çdo lloj lëvizje brenda saj për hir të vërtetës, për kaq kosa që ka fuqinë, ka mjetet, ka strukturat, dhe sepse tek e fundit si do shpërfaqet dhe do të kjo frym nëpërmjet strukturave, po këto struktura kemi parasysh që kanë një kimi shumë të fortë të marrëdhënieve historike me Partinë Demokratike, me leadershipin e saj, dhe janë identifikuar, dhe nuk mendoj që edhe shpejt tyre mund të vinë prej propagandës që bën qeverisja apo bën segmente caktuara për ta përçarë më tepër PD-n, për ta dobësuar atë, dhe PD nuk e meriton një dobësim apo një përçarje të tjetër të rradhës, e cila do jetë në dëm edhe të vetë këtyre demokratëve dhe strukturave të saj, po edhe po themi edhe më gjerë se kaq, kemi parasysh misionin e Partisë Demokratike, e cila ka përfaqësuar aspiratat e më tepër se gjysmën e shqiptarëve, ku sot janë dyndë për dyrët e Evropës në gjetjen e një fati më të mirë në kushte që PD nuk afron shpresë, në kuptimin e opozita nuk afron shpresë, është e përçarë e kështu me radhë. Por mendoj që është një moment edhe strukturat të shkunden, për hir të vërtetë strukturat nuk janë nivelin e përgjegjësisë të tyre, janë të përçara, kanë klane dhe administrimi i tyre bëhet në interesat e personave të cilët janë mbartë në emër gjasme të zgjedhjes së tyre, ndërkohë që nuk i justifikojnë atë besim për shkak të faktit që i mshojnë më tepër interesit të tyre personal, për ta marrë teng strukturën përkatëse. Kemi parasysh këtu edhe nga eksperiencat që ndodhen në zgjedhjet e fundit, ku u shfaqen brenda një dege dy tre po themi
struktura të cilin paralelisht dhe në kundërshtim me njëra tjetrën punonin apo edhe luftonin, dhe nuk ishte garantuar ai kohezioni i brendshëm në mënyrë që jo vetëm për fitoren, por edhe për të gjallë besimin edhe demokratëve. Dhe në këtë sens mendoj që do parë analiza. Analiza, në PD-ja thot që po ka fillu analiza, nga ana formale dokumentat e saj në funksion të rezultatit i ka prodhu, por du të dale për te anës formale, them. Du të përthithe gjitha të element të cilët mendojnë ndryshe, dhe kanë diçka për të dhënë, për të ngjallë një shpresë, dhe këtu rasti i zotit Ali Mehmeti është për shpresë, si kundër e zotit Kalaj, që janë figurat pa kontestuara, por normalisht ky lloj mendimi duhet të thithet dhe të reflektohet në kuptimin e asaj që të gjenë vend edhe këto alternative dhe mendime edhe ndryshme, në funksion të asaj që Partia Demokratike të bëhet më e mirë, më e hapur, ku gjithë mendimi alternativ të përthithet, të bëhet pjesë e organike dhe shpirtërore e saj, sepse ajo ka lind si e tilla, pikërisht nga fryma demokratike, dhe zoti Berisha tha që gjithmonë ka qenë e hapur